Rishikimi i ardhshëm i buxhetit ende nuk dihet se kur do të gjendet në seancë të qeverisë, pasi ende po punohet në të. Aktualisht janë duke u zhvilluar konsultime mes Ministrisë së Financave dhe resorëve lidhur me projeksionet se nga do të shkurtohet dhe ku do të ridrejtohen mjetet. Kryeministri Kristian Mickoski thotë se po bëhen përpjekje për të gjetur një zgjidhje optimale, me të cilën do të ketë mjaftueshëm mjete si për investime kapitale, ashtu edhe për pagesën e pagave dhe obligimeve të tjera, ndërsa hedh poshtë akuzat e opozitës se likuiditeti i shtetit është vënë në pikpyetje. Капиталните инвестиции до крајот на годината да продолжат да се реализираат, бидејќи ја знам каква е динамиката, а од друга страна да има доволно за плати, за пензии, за социјални трансфери. Се разбира врските кои што ги имаме оваа година со се камати, треба 3 милиарди евра да вратиме, некои стари задолжувања. Така што генерално состојбата се разбира дека е тешка, но сега ние нема да очајуваме. Kreu i LSDM-s Venko Filipçe sërish me qëndrime të kundërta, thotë se gjendja është krejtësisht ndryshe nga ajo që paraqitet dhe ka akuzuar se po mungojnë parat në buxhet, me që rast qeveria ka sjellë shtetin në një gjendje serioze financiare me borxh të ri. Последниот знак кој што укажува дека се тоа што го говориме со месеци наназад е вистина, е новото задолжување на владата. Побара 300 милиони евра затоа што треба да пополнат огромната дупка во буџетот. Дефицитот расте, инфлацијата расте, огромна е разликата на приходната. Не било. Сето тоа укажува дека оваа власт катастрофално ја води државата и назни престои финансиски крах. Këto ditë Ministria e Financave Gordana Dimitrievska-Koçovska deklaroi se buxheti është stabil dhe likuid, me që rast rregullisht po paguen të gjitha obligimet si pagat dhe pensionet, por edhe obligimet ndaj ekonomisë. Ajo theksoi se ribalanci nuk do të ndikojë në zëra që ndikojnë në rritjen ekonomike, as në masat për mbështetjen e qytetarëve.